Fernando Maran është trajneri i ri i kombëtares shqiptare që ka vendosur të jap lam të mirën pas 3 vitesh e gjysmë brazilianit Silvinho. Një vendim për t'i dhënë prioritet pikërisht dashurisë së vjetër që ka presidenti i FSHF-s Duka me trajnerët italian. Pikërisht Maran është i pesti që vjen në pankinën Kuqezi nga përtej Adriatikut, ndërkohë që është edhe i 14 i huaj gjatë historisë së përfaqësueses shqiptare. Maran njihet për faktin që ka trajnuar disa skuadra në Serie A dhe Serie B italiane, por nuk është se kanë qenë skuadra të nivelit bimesatarin, përderisa bëhet fjalë për emra si Chievo Verona, Genoa apo dhe Cagliari. Së fundi ka qenë në Serie B në radhët e Brescias, ku qëndroi nga 2023 deri në verën e 2025-s për të larguar më pas dhe për të qëndruar praktikisht për gati një vit i papunë. Është basti i vënë nga ana e Dukës për kombëtaren Kuqezi për këtë kapitull të ri që duhet të nisë, duke filluar nga 2 misionet që kemi në qershor, por më pas edhe me rrugëtimin që na pret në Nations League, ndërkohë që sa i takon objektivave që i ka vendosur presidenti Duka, është pikërisht vendi i parë në grupin e Nations League dhe kualifikimi i padiskutueshëm në Europianin e 2028-s, pikërisht afati i fundit kur edhe do të zjas kontrata që ka nënshkruar italiani 63 vjeçar me përfaqësuesen, pra me FSHF dhe me drejtuesin kryesor të saj. Sa i takon pagës, është reduktuar ndjeshëm në krahasim me atë që merrte Silvinho, përderisa bëhet fjalë për 400.000 euro në sezon që do të marrë Maran së bashku me stafin e tij, por natyrisht që kontrata ka të përfshira edhe shumë bonuse që do të vinë, pra varësi të arritjeve që do të ketë italiani në krye të përfaqësueses shqiptare.